Si luterane, ne jemi të qartë. Ne besojmë vërtet në diçka, por në çfarë? Ne besojmë në atë që mëson Bibla, fjalën e vërtet dhe të pagabueshme të Zotit. Prej saj vjen gjithë besimi ynë. Por, për të na ndihmuar të kuptojmë mirë Biblen, Kisha gjithmonë ka pasur përmbledhje të besimit, si 3 besimet e lashta të kishës. Ne luteranët përdorim edhe katekizmin e vogël të Luterit. Aty gjenden gjërat kryesore të besimit, 10 urdhërimet, besimi apostolik, ati ynë, përgësimi darka e Zotit dhe thirrjet e përditshme. Katekizmi nuk është një shtesë ndaj Biblës, por një udhë drejt saj. Ai tregon çfarë thotë Zoti për ne dhe çfarë ka bërë ai për ne, sidomos në Krishtin. Ky është besimi ynë. Një besim që nuk ndërtohet mbi ne, por mbi Jezusin dhe hirin e tij. A dëshiron të mësosh më shumë për besimin e krishterë dhe atë luteran? Eja në Kish këtë të diell në orën 5. Aty mund të marrësh edhe një kopje të katekizmit të vogël. Shihemi.